Përshëndetje. Të gjithë kemi qenë në situatë ku kemi bërë gabime të njëpasnjëshme. Ju betoni se nuk do ta bëni më atë që bët, pavarësisht nëse bëhet fjalë për dërgimin e një mesazhi të rrezikshëm ose se i dhatë më shumë besim një personi të gabuar, është shpenzuar më tepër ose nuk arritët një fat të caktuar. Dhe pastaj, bum, ju përfundoni duke bërë të njëjtin gabim edhe herën e dytë, edhe herën e tretë. Pra, cikli përsëritet, zhgënjimi rritet dhe ju pyesni veten nëse do të mësoni apo do të vini më ndonjëherë për këtë që ndodhe. Por çfarë të bëni? Për këtë ka shpresë, se ju mund të çliroheni nga ky lak që ju ha. Zakonet, prirjet e pavetëdijshme dhe paragjykimet emocionale na bëjnë që shpesh të bëjmë të njëjtat gabime. Dhe nëse kërkimi i njohjes ka efekte të pafavorshme, truri ynë është i programuar ta bëj këtë. Ne mbetemi të bllokuar në cikle të përsëritura për shkak të mungesës së vetdijes, frikës nga ndryshimi dhe dështimit për të mësuar siç duhet nga përvojat e mëparshme. Në vend që të adresojmë arsyet themelore të gabimeve, ne priremi t'i racionalizojmë ato. Pra, ja si të ndaloni përsëritjen e gabimeve. Unë do të përshkruaj 9 mënyra për të mos bërë të njëjtin gabim 2 herë. E para, emërtojeni, zotëroheni dhe kornizojeni. Në vend që të hiqni dorë nga gabimi, ja se si të shmangni përsëritjen e gabimeve. Zbërthejeni atë. Pyesni veten, çfarë saktësisht shkoi keq? Çfarë po mendoja kur mora atë vendim? Çfarë më nxiti që ta bëja atë? Sa më specifik të bëheni, aq më lehtë është ta parandaloni një performancë të përsëritur. Shkruani atë. Duke e parë atë në letër, e bëni të vërtetë dhe më të vështirë për ta injoruar. E dyta, identifikoni ato momentet tuaja kur thoni, gabimet nuk ndodhin thjesht nga hiçi. Ka shenja paralajmëruese. Të bësh të njëjtin gabim pa pushim do të thotë që të injorosh ndjenjat e tua të brendshme, të jepesh emocioneve, të turbullojnë gjykimin tënd ose të kapesh në këto momente. Përcaktoni vijat e kuqe që zakonisht ju çojnë në telashe. Pasi t'i njihni ato, do të keni një mundësi të ndaloni përpara se të bëni të njëjtin gabim përsëri. E treta, ndrysho mjedisin, ndrysho zakonin. Nëse jeni duke bërë të njëjtin gabim vazhdimisht në të njëjtin mjedis, shkundni gjërat tuaja. Ndoshta janë njerëzit rreth jush, koha e ditës ose mënyra se si i trajtoni gjërat. Nëse vazhdoni të hani ushqime të padëshiruara në shtëpi, mos i blini me ato. Nëse marrëdhënie toksike janë rënimi tuaj, vendosni kufi të fortë ose kaloni kohë me njerëz të ndryshëm. E katërta, bëjni pasojat të qarta. Ndonjëherë ne minimizojmë ndikimin e gabimeve tona duke menduar nuk është dhe aq keq. Por a do të jeni dakord me këtë veprim? Imagjinoni veten pas një muaji nëse e përsërisni gabimin. Shkruani një letër, shkruani nga e ardhmja juaj, duke shpjeguar se si do të ndikojë në jetën tuaj. Pastaj pyesni veten, a do vërtet të merrem me këtë përsëri? Pastaj pyesni veten, a dua vërtet të merrem me këtë përsëri? E pesta, krijoni një plan për dalje emergjente. Le të jemi të vërtetë. Vullneti nuk është gjithmonë i mjaftueshëm. Në vend që të mbështetemi tek vetkontrolli, në valën e momentit, ndërtoni një rrjet sigurie. Nëse vazhdoni të shpenzoni para, fshihni informacionin që keni ruajtur për kartën nga dyqanet online. Nëse shtyni gjithmonë vendosni alarme trikujtuese të telefonit përpara se të fillojë dhe të vijë ai paniku i afatit. Bëni më të lehtë zgjidhjen e një rruge tjetër. 6. Pyetni cili është motivimi im i vërtet.
Disa gabime ndodhin sepse thellë në vetvete ne duam t'i bëjmë ato. Ndoshta një pjesë prej jush i shijon emocionet, dramën ose komunitetet e zakonshme të vjetra. Hapi i veprimit. Jini brutalisht të sinqert me veten tuaj. Nëse vazhdoni t'i dërgoni mesazhe atij ishi toksik, pranoni se çfarë po përfitoni prej tij. Pastaj gjeni një mënyrë më të shëndetshme për ta mbushur këtë nevojë. E shtata, merrni një partner të themi për llogaridhënie. Ndoshta ju vazhdoni ende të pyesni veten se si të shmangni përsëritjen e gabimeve. Të shkosh vetëm dhe t'i rregullosh është e vështirë. Gjeni dikë që do t'ju thërras me dashuri, sigurisht. Kur t'jeni gati të ngatërroheni përsëri në këto telashe, tregojini një shoku, një shoqe për gabimin tënd të përsëritur dhe kërkoj që të kontrolloj. Ndoshta duke ju thënë një si shkove me planin tënd sot, mund t'u mbaj në rrugën e duhur. E tjeta, faleni veten. Por mos e justifikoni veten. Të rrahesh, të kritikosh veten nuk ndihmon. As duke bërë justifikime. Kuptoni gabimin tuaj, mësoni prej tij dhe ecni përpara drejt qëllimit tuaj. Pas çdo gabimi thuaj, unë ngatrova, por unë mësova. Herën tjetër në vend të kësaj do të bëj thoni një veprim specifik, atëre bëheni me të vërtetë atë. E nënta, ktheni atë në një sfidë mësimore. Kur bëni gabimet, ndjeni keq, por çka nëse e ktheni atë në një lojë? Sfidoni veten. Sa kohë mund të kaloj pa e përsëritur këtë gabim? Ndiqni trendin tuaj dhe festoni fitoret e vogla. Sa do të qofshin ato, sa do të vogla, minuta qofshin, ditë qofshin, muaj qofshin, ju sfidojeni dhe vlerësoni dhe bëni dhuratat e vetes tuaj. Bani një fjalë, unë nuk po bëj të njëjtin gabim 2 herë. Dhe shënoni telefonin tuaj dhe në kalendarin tuaj. Çdo ditë që shmangni gabimin, shënojeni atë. Nëse rrshqisni, rivendoseni, por analizoni pse. Gabimet janë pjesë të qenie njerëzore. Por përsëritja e tyre nuk është një dënim i përjetshëm. Me ndërgjegjësim, strategji dhe pak përgjegjshmëri ndaj vetes, mund ta thyeni këtë cikël. Pra, cili është një gabim që jeni gati ta ndaloni së bëri sot? Miq, këtë do të thoshe në këtë video. Nëse u pëlqeu, mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë në kanalin tim. Dhe në videon tjetër, mirë takofshim.